Partizani që kanë ndeshjen e jetës për vendin e 4 të dielën kundër Elbasanit, të mërkurën fillimisht do të presë Egnatia në arenën e Demave, të ku ishte luan gjysmëfinalen e kthimit pas betejës së parë në Rogozhin, që e fituan 0-1. Rezultati i njëjtë me ndeshjen e kampionatit pak ditë më parë, por këtë herë Egnatia pritet të jetë shumë më serioze për të arritur objektivin e finales. Egnatia duhet luajë ashtu siç luajti herën tjetër. S'mund as ti gjykosh pas kërkosh diçka se të presësh diçka nga Egnatia. Egnatia ka pikësynit e veta. Ndryshe mund të luajë me Elbasanin, ndryshe mund të luajë për Partizanin, është problemi i tyre. Problemi është që në të vetja jonë, si do luajmë, si do ballafaqohemi, si do përballemi me to. Nuk e di se çfarë pikësynojnë, derisa kanë marrë gjysmëfinale dhe ata mundojnë të marrin maksimumin. Edhe ne jemi gati për këtë gjë. Është ndeshje e vështirë, duhet vlerësuar maksimum. Kupa është objektivi i Partizanit dhe shpresoj t'ja dalim. Po të mërkurën në orën 19, Dinamo do të pres Vllaznin për gjysmëfinalen e kthimit, teksa akti i parë në Loro Buriçi u mbyll me shifrat 0-0. Është koha të arrijmë atë për atë të cilën kemi punuar që në fillim të sezonit. Kemi një vazhdimsi të mirë dhe duam ta mbajmë edhe kundër Dinamos. Shpresoj të kemi fatin me vete, tifozët dhe të arrijmë finalen. Finalja e Kupës së Shqipërisë në arenën kombëtare do të luhet në datën 1 maj.